Do të shkojmë në këtë moment live, pikërisht në Selin Blu, aty ku Partia Demokratike po shpalos programin e qeverisjes 2025-2029 për sektorin e kulturës, po flet zoti Berisha. Por që kishte vjedhur dhe shitur veprat vjedhura artistike, ikona mesjetare me vlera kolosale, me të ardhë në pushtet. Betejnë e ti e nisi me artin, me kulturën. Nisi një betej ndër më të egrat. Betej në të cilën zhduku ose po thuaj azjesoj të gjitha institucionet kryesore artistike të artit, përveç Theatrit Operas që ka shpëtuar gjërë sot. Edhe aty ka fut durët. Sot, Tirana është qytet i vetmi kryeqytet në botë pa theatr kombëtar. Në një kohë kur kishte një theatr 100 vjeçar. Sot Tirana është një qytet që ka një galeri arte të shtruar në magazin, ku piktorët nuk mund të ekspozojnë veprat e tyre. Sot fëmijët nuk ka një theatr, si që kishin gjerdje, dekada e dekada. Sot, libri tatohet në mënyrë më të pamëshirë. Muzeu mbyllet në thojza për rekonstruksion për qëllimin e vetëm për të vjedh 10-12 milion euro dhe për të ndërtuar një kull duket aty në bordën e tij. Si në asnjë vend tjetër të botës, artistët bën përpjekje heroike, përpjekjet më të mëdha për të mbrojtur theatrin. Në protestën më të gjatë qytetare të regjistruar ndonjëherë. Në qoftë se shqiptarët do të lexojnë fjalën që ai ka mbajtur në Këshillin e Ministrave Edi Rama, javën ose fill pas shkatrimit të theatrit në drejtimin e kryetarit bashkisë, do shohin se ai është autori i vërtet i shkatrimit të theatrit kombëtar. Do shohin se çfarë Neroni është ky njeri. Se në çmënyrë dhe me çurrëtie ky justifikon aktin barbar të rrafshimit pas mesnatë të theatrit kombëtar. Gjuha, letërsia, filmi, që të gjitha janë në agresion të plot të nga narkodiktatori dhe narkodiktatura. Ju keni pa se si janë transformuar në inexistente
institucionet, zërat e fuqishëm në kulturën dhe artin tonë. Cili do që donë të krijoj një tablo më të qartë të shpërthimit dhe urrejtjes të këtij personazhi ndaj artit dhe kulturës, e ftoj të lexoj fjalimin që mbajti ai në rastin e përcjelljes shkrimtarit të madh Ismail Kadare. Kombi ndahej me gjeniun e letrave. Dhe ky zgjidhej në fjalim me Bleni Fevziu, sepse ai kishte propozuar t'i përzgjidhet një vend më i veçantë, nderi shkrimtarit që meriton të çdo nderim. Pra, i kërkoj ndjes Elenës se nuk i vjen mirë t'ja rikujtoj këtë moment. Po, Ismaili ishte shkrimtar kombëtar. Dhe ai fjalim ishte një fyrje për çdo shqiptar. Pse një publicist, një studios, mori përsipër të bëjë një propozim, pa asnjë lloj qëllimi të keq apo detyrim, po thjesht një detyrim që ndjente ai ndaj shkrimtarit të madh. Dhe mjafton kjo që fjalimi të kushtojë atij dhe jo shkrimtarit. Pra, në çdo rrafsh, ky është një lloj Neroni për kulturën shqiptare. Nuk ka më jetë kulturore në qytet. Në këtë qytet janë vetëm agresioni hipersonik që u bëhet qytetarëve me diskoteka dhe ato mbushin të gjithë jetën artistike. Ky vend është vend shumë i çuditshëm. Duke qenë brilli më perëndimor i Gadishullit, të gjitha prenoritë e kanë lakmuar, e kanë pushtuar, kanë kaluar nëpër te, kanë dhënë ngjyrë. Kjo ka bërë që Shqipëria të jetë një nga vendet më të pasura në trashëgimi kulturore. Trashëgimi të vetëm, por edhe trashëgimi të prenorive, të qytetërimeve të tjera. Tani janë vërsulur dhe ndaj tyre. Janë vërsulur ndaj Butrintit, janë vërsulur ndaj Bylisit, ndaj trashëgimive tjera të çmuara dhe krahas tyre ndaj mrekullive natyrore të këtij vendi. Pra, në qoftë se ka një gjë që kërcënohet në mënyrën më të fuqishme është trashëgimia jonë kulturore. Arritet më madhore të këtyre viteve qenë të fushën e trashëgimisë, pranimi disa nga këtyre kryeveprave në regjistrin e trashëgimisë së njerëzimit. Edhe ato trajtohen në kundërshtim me standardet
me standardet e caktuara nga UNESCO për rastet të tilla.